Do doja të ndalesha tek modelet. Pse të rinjt gjithmonë më shumë po zgjedhin të kopjojnë modelen e të fortëve, modelet e gangove, si të quhen në rrugë, në mënyrë zhargon. Pse ndodh kjo? Mendoj që një ndër arsyet që i bën këta të rinj që të përqafojnë më shpejt një model i ashtu quajtur i gangoje, apo një model të forti, i ashtu quajtur i fort, lidhet me faktin se ata shohin të këto modele shumë më tepër në thonjza, do thoja, sukses. Pra, i shohin që ata janë modeli që tregojnë pushtet, përmes forcës fizike, përmes influencës që kanë në rrethin ku janë pjesë, falë kësaj force fizike apo falë një pushteti që të jep, le të themi, paraja e përfituar në një mënyrë caktuar, apo shikojnë po ashtu se është edhe mosha e atill që parapëlqehen edhe nga vajzat edhe janë si të tillë, të themi, më të kërkuar, më të preferuar, më të parapëlqyer. Besoj se këto modele depërtojnë shumë më thjesht tek ata të rinj, të cilët janë edhe pak larg autoritetit prindëror, në kuptimin që më falni, familja edhe sikur të jetë me ta, nuk e ushtron autoritetin prindëror ashtu siç duhet, dhe për këtë arsye autoriteti i modelit